Policia gjermane do të ketë të drejtën në të ardhmen të rrëzojë dhe të eliminojë dronat që rrezikojnë sigurinë e vendit. Kështu vendosi sot qeveria gjermane, e cila do të ndryshojë dhe ligjin përkatës dhe do t'i japë Policisë Federale kompetenca të zgjeruara për mbrojtje nga dronat që deri tani nuk i ka pasur. Kjo është shumë e rëndësishme, të dashur, sepse kohët e fundit janë parë drona edhe mbi aeroportet në Munich dhe Frankfurt, që kanë shkaktuar edhe ndërprerje të qarkullimit të avionëve, e drona ka pasur edhe në zona të tjera të rëndësishme, si civile ashtu edhe ushtarake. Qeveria vendosi të autorizojë policinë të marrë edhe masa të tjera që janë me rëndësi për mbrojtjen, duke përfshirë edhe ndërhyrjen, siç thuhet, fizike, si dhe përgjimet dhe rrëzimet e fluturakave të ndryshme pa pilot. Por ligji duhet të miratohet edhe në Bundestag natyrisht, megjithëse kjo nuk dyshohet fare, sepse qeveria mendon se kompetencat e tanishme për mbrojtje nga dronat nuk kanë qenë adekuate deri tani dhe kjo duhet të ndryshojë. Ndërsa tani ajo duhet të përgjigjet, pra policia është fjala sfidave të reja që eventualisht mund të vinë edhe nga armiqtë të jashtëm, e kur përmenden armiqtë të jashtëm, më së shpeshti mendohet tek Rusia, por edhe ndonjë vend tjetër. Me këtë iniciativë policia mund të veprojë me mjete elektromagnetike, me bllokimin e radiolidhjeve apo dhe me ndërhyrje me GPS. Kjo përfshin për shembull edhe ndërprerjen e lidhjeve mes ndonjë avioni apo me ndonjë pilot e tjerë. Por esenca e ligjit të ri do të jetë në fakt mbrojtja nga drona, sepse ndaj avionëve apo dhe fluturakave të tjera mund të veprojë natyrisht edhe ushtria gjermane. Ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt u shpreh i kënaqur me këto ndryshime dhe njoftoi se së shpejti do të finalizohen edhe rregullat e domosdoshme për koordinimin mes policisë, mes ushtrisë dhe shërbimeve të tjera, natyrisht për veprim në raste të këtilla. Sidoqoftë, në të ardhmen, Policia Federale është fjala, pra edhe vetë mund të përdorë drona dhe fluturake të tjera për bartjen e sensorëve, për regjistrimin audio apo video të ngjarjeve të mëdha, për monitorimin e ngjarjeve të mëdha, për monitorimin e stacioneve hekurudhore, aeroporteve e tjerë, por mos ta komplikoj edhe më shumë, sepse për disa prej këtyre masave kërkohet natyrisht edhe urdhëri përkatës i gjykatave. Sidoqoftë, policia në të ardhmen do të ketë shumë kompetenca në veçanti në veprimin ndaj dronave armiqësore dhe në mbikëqyrjen e gjendjes së sigurisë. Po jo, miq të dashur, çfarë mendoni? Si i shihni këto rreziqet nga dronat? Janë të tepruara apo mendoni se vërtet duhet të rrëzohen menjëherë në momentin kur paraqiten mbi ndonjë aeroport apo mbi ndonjë stacion hekurudhore, ku diun? Nëse doni mund të më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mia, sepse këto ditë vërtet ka shumë ndryshime ligjore, ka ndryshime në Bundestag, ka iniciativa të reja për reforma e tjerë. Faleminderit dhe mirëpafshim.